opozita do duhet të shfrytëzoj maksimalisht të gjitha hapësirat të cilat janë dhënë nga maxhoranca dhe në këtë kontekst sipas tyre do duhet bërë debat dhe do duhet kundërshtuar në këtë fazë dy çështje do duhet të jenë kryesore, ajo që ka të bëjë me akuzën që ka ngritur prokuroria e posaçme ndaj zëvendës kryeministres Zonjës Balluku dhe nga ana tjetër ligji për barazinë gjinore, dy çështje të cilat sipas një pjesë të madhe të deputetëve nga burimet që kemi pasur në mbledhjen e grupit parlamentar janë deklaruar si dy çështje në të cilat opozita nuk do duhet të lëshojë pe. Për te tyre sigurisht ka pasur edhe propozime nga një numër shumë i madh i deputetëve të cilët kanë kërkuar që Partia Demokratike dhe më veçanërisht deputetët e saj do duhet të rikthehen në bazë. Formatet kanë qenë të ndryshme, disa kanë folur për një lloj formati të ngjashëm me atë të foltorëve që zoti Berisha e aplikoi pas zgjedhjeve të 2021-shit, pra nga shtatori e në vim në kuadër të përplasjes që aso kohë kishte me Lulzim Bashën. Pastaj ka pasur edhe variante të tjera për ndoshta një platformë alternative e cilësuar nga shumë prej deputetëve për të dëgjuar, pasi sipas tyre opozita nuk po mundet të ketë hapësirën dhe vendin që i takon në parlament dhe këtë gjë do duhet ta zvendçoj me një formë tjetër që të shkojë dhe të ketë mundësi për të përcjellë mesazhet e saj tek qytetarët dhe më veçanërisht tek demokratët. Pra, janë këto pak a shumë tezat kryesore të diskutuara deri në këto momente nga deputetët e pranishëm mbledhjen e grupit parlamentar. Në informacionet dhe burimet që unë kam brenda mbledhjes Ilir më është bërë me dije se zoti Berisha në fakt që në pjesën hapse të fjalës së tij më së tepërmi është deklaruar i predispozuar për të dëgjuar atë se çfarë qëndrimesh do të kenë deputetët dhe në këto momente njoftohem se sapo ka mbaruar në fakt Ilir dhe mbledhja e grupit parlamentar demokrat janë duke dalë deputetët e Partisë Demokratike. Pritet që të ketë dhe një deklarat dhe një qëndrim të zotit Berisha për atë se çfarë u vendos dhe çfarë u diskutua në këtë mbledhje relativisht gjatë të grupit parlamentar demokrat, nëse u vendos për ndonjë protest apo për ndonjë aksion ndoshta më radikal të asaj qase që opozita do të ketë në vijim jo vetëm në parlament, por më së tepërmi në aksionet jashtë sanës së kuvendit me protestat mundshme apo dhe aksionet të cilat ndoshta nuk janë eksploruar dhe nuk i kemi momente nga. Kjo është pak a shumë ajo që mund përcjellin deri në këto momente Ilir, janë deputetët. Qartë. Ardit, nuk e di nëse e ketë mundur që të shkëputësh ndonjë prononcim nga deputetët e Partisë Demokratike për sa i përket përjashtimit me 10 ditë, vendim që është dhënë bazë deklaratave të zotit Berisha për sa i përket ambasadorit të Bashkimit Evropian Gonzato. Një interpretim në lidhje me këtë dhe nuk e di nëse ke informacione, a është folur ditën e sotme në këtë mbledhje të demokratëve për thirrjen e zotit Berisha në SPAK për çështjen e 21 janarit? Jo, në informacionet që unë kam, duke qenë se ky lloj njoftimi është bërë gjatë kohës që kishte filluar mbledhja, nuk kam informacion që të jetë trajtuar kjo fletthirrje e zotit Berisha për të dëshmuar në SPAK, por na është bërë me dije që vetë zoti Berisha do të jap sqarime jo vetëm për atë se çfarë u diskutua në mbledhje, por ndoshta edhe për tema të tjera për të cilat mund të pyetet nga gazetarët, një nga të cilat sigurisht është ajo që ti deklarove Ilir që ka të bëjë me thirrjen e zotit Berisha në SPAK për të dëshmuar për çështjen e 21 janarit apo edhe tema të tjera për të cilat zoti Berisha mund të ketë një qëndrim dhe një pozicionim më të qartë. Po Ilir. Qartë, Ardit, nëse dikush nga eksponentët e Partisë Demokratike do të ketë prononcim për mediat për të kuptuar se çfarë ka ndodhur në këtë mbledhje relativisht të gjatë, siç e the edhe pak më parë, je i lirë për të marrë linjën.